Jemi në radar, ditën e sotme do të flasim për një tematik shumë interesante që lidhet me Shqipërinë, me një sektor të ri që duket se po merr jetë dhe është ai i prodhimit të armëve. Nuk është sektor i ri, është një sektor që edhe në kohën e ish regjimit komunist ka pasur një rëndësi të veçantë, me shumë armë që janë prodhuar në vendin tonë dhe shumë uzina që kanë qenë funksionale, por tashmë me antarësimin e Shqipërisë në NATO dhe si një pikë strategjike që ne jemi, duket se kanë shkuar në një tjetër nivel edhe prodhimi i armëve brenda territorit shqiptar, ku pritet të prodhohen shumë raketa, por edhe shumë mjete të tjera që do t'i shërbejnë kësaj krize globale dhe nevojave jo vetëm të vendit, por edhe aleancës. Me ne është bashkuar ish inxhinieri kimik i ushtrisë, po ashtu pedagog në disa universitete, si në ato shtetërore edhe në universitete private. Bëhet fjalë për ekspertin dhe pedagogun, zotin Memush Abilaj. Zoti Abilaj, faleminderit shumë që jeni me ne. Edhe unë ju falenderoj dhe ju përshëndes për bashkëpunimin tonë. E bëra pak hyrjen të gjatë, duke qenë se, siç e tha, Shqipëria ka një historik shumë të madh me prodhimin e armëve, por duket se tashmë fokusi është diku tjetër, është në armë më moderne dhe të sofistikuara. Çfarë synohet konkretisht, profesor, nga projekti për rikthimin e industrive ushtarake në vendin tonë, në këtë lloj dimensioni? Industria ushtarake në Shqipëri ka qenë pjesë përbërëse e industrisë së përgjithshme kombëtare. Dhe në paraditën e 1990 ishte një industri mjaft e zhvilluar e cila siguronte të gjithë prodhimin e nevojshëm që duhesh për mbrojtjen e vendit. Prodhim municionesh, armësh, pjesë të tjera për mirëmbajtjen e gjithë teknikës ushtarake në vërdishmëri. Pas viteve 90 me ndryshimet politike që pësoi Shqipëria, një nga detyrat e politikës së ardhshme ishte azgjësimi i gjithë bazës industriale të Shqipërisë, detyrimisht u azgjësua dhe industria ushtarake. U godit aq rënd industria ushtarake sa pothuajse doli jashtë kontrollit dhe u shkatërrua gradualisht. Mundën nga 20 ndërmarrje që kishte vendi në shërbim të industrisë ushtarake dhe rreth 20 linja dhe uzina të tjera jo të sferës së industrisë ushtarake, por që punonin dhe krijonin prodhime dhe lëndë ndihmëse për industrinë ushtarake, e gjithë kjo industri u realizua. Mundën të shpëtojnë në një farmase pak uzina, si që ishte uzina e Pashalimanit, uzina e aviacionit në Kuçov dhe shumë pak nga linjat e kombinatit të madh të prodhimit të municioneve në Poliçan. Në atë kohë ekzistonte industria ushtarake, por ishin ngritur dhe qytete ushtarake që mbaheshin vetëm me këtë industri, për shembull siç ishte Poliçani, i cili ishte thjesht një qytet ushtarak, dhe Gramsci që ishte pothuajse dhe ai një qytet ushtarak, se aty funksiononin disa uzina ushtarake. Prodhimi ushtarak në atë kohë i këtyre uzinave ishte i tillë që siguronte mbrojtjen e vendit, por ne shisnim prodhimet tona të ushtrisë jashtë vendit. Shkonin në eksport me pjesë e madhe e prodhimeve tona. Kryesisht mund të thonë për eksplozivët edhe për barutet, të cilët ne furnizonin mjaft vende të ndryshme, natyrisht me levati të rëndësishme ekonomike. Rëndësia e industrisë ishte jo vetëm për këto, për mbrojtjen e vendit, por që mbante në punë dhe rreth 35.000 punonjës të ndryshëm, specialistë, punëtor, inxhinier të kualifikimeve të ndryshme, dhe me paralizimin e kësaj industrie doli pa punë një masë e madhe e punonjësve dhe shumë familje që ishin të lidhur me këtë punë të industrisë ushtarake ngelën në pikë të hallit dhe u detyruan pastaj të praktisin vendit të shkojnë në emigracion
për të mbijetuar. Mbasi u mendua që industria ushtarake e Shqipërisë, sipas një strategjie të caktuar, u godit dhe doli jashtë loje, një kohë të gjatë nuk u kujdes asnjë lloj pushteti politik në Shqipëri për rimbajtjen apo ringritjen e industrisë ushtarake. Vetëm në kohët e fundit, para 3-4 vjetësh, filloi të lëviz situata politike dhe të hedhë një sy në drejtim të industrisë ushtarake. Kjo ndoshta u ndiku nga influenca e politikës ndërkombëtare dhe ndërhyrjet e shumë vendeve që kërkonin që në Shqipëri të ringrihesh industria ushtarake. Dhe ka të paktën 3 vjet edhe më tepër që po flitet në rangje të ndryshme të politikës së vendit për të ringjallur industrinë ushtarake. Dhe filluan tentativat për të bashkëpunuar me shumë kompani të ndryshme të armatireve në vende të ndryshme të Evropës, të cilët kanë interes që të bashkëpunojnë për të prodhuar armatime dhe pjesë të ndryshme që i duhen komplet sistemi zëmërrëtjes, dhe janë kryer bisedime të ndryshme, qoftë në rang kompanish, qoftë dhe në rang qeverish. Si përfundim, para një viti janë lidhur marrëveshje me qeverinë izraelite dhe me qeverinë italiane, që janë marrëveshje konkrete për rivitalizimin e industrisë ushtarake. Domethënë, pas një kohe shumë të gjatë dhe bisedimeve të shumta u arrit në disa marrëveshje konkrete. Në fund të vitit që kaloi, në 13 nëntor 2025, Ministri Joni Mbrojtjes i organizoi një 8 marrëveshje me Ministrinë e Mbrojtjes italiane për të filluar një bashkëpunim në disa drejtime të rigjallërimit të industrisë ushtarake. Dhe në 16 marrëveshje qeveritare që u shkruan, 8 ishin për ringritjen e industrisë ushtarake. Hapi i parë u hos në drejtim të ringritjes së uzinës ushtarake të Pashaliman, e cila fatmirësisht nuk është shkatërruar deri në atë parë mase që të ishte komplet jashtë përdorimit dhe të kërkonte një investim shumë të madh, por u ruajtur pjesërisht dhe me kujdesin e qeverisë turke është ruajtur komplet si objekt edhe si makineri tamamësisht e ka pësuar dëmtime, sidomos në vitin 97, ajo është në gjendje që të rifillojë dhe ka punuar pjesërisht për prodhime të flotës ushtarake apo flotës tregëtare, detare për vendin tonë edhe për vendet e tjera. Dërsa tani u lidh një marrëveshje ku një kompani navale, Fincantieri, e cila është një kompani shumë e vjetër dhe me shumë eksperiencë në prodhimin e mjeteve lundruese për qëllime ushtarake dhe tregtare, ka filluar bashkëpunimin konkret për ringritjen dhe organizimin e prodhimeve për flotën ushtarake shqiptare, e cila deri tani nuk ekziston, por ndoshta do të ringrihet gradualisht, si dhe për flotën ushtarake italiane dhe për vendet e tjera të NATO-s. Pra, mundësitë për të ringritur, rigjallëruar industrinë ushtarake gjenden dhe mund të përgatiten dhe të organizohen nëse ekziston vullneti dhe dëshira politike e një vendi. Shpresojmë që fillimi i kësaj pune të jetë i mbarë dhe natyrisht duke edhe perspektivën e nevojshme. Leverdia e ringritjes industrisë ushtarake është konkrete.
sepse në radhë të parë punësohen njerëzit tanë. Punojnë shqiptarë që do punojnë në këto aktivitete. Në radhë të dytë, këto prodhime do shiten, sepse do përdohen sipas standardeve ndërkombëtare. Dhe qoftë këto anije që do ndërtohen, që do jenë pjesërisht ushtarake, pjesërisht tregtare, pjesërisht do jenë jarte për turizëm. Të gjitha këto do shiten dhe të ardhurat do ndahen natyrisht në mënyrë proporcionale, por pjesa kryesore do të shkojë në favor të shtetit shqiptar. Po kështu me kompani të ndryshme italiane, si kompania Leonardo, e cila ka një eksperiencë shumë të madhe në prodhime ushtarake, shtarit për një marrëveshje që mund të realizohet së shpejti të konkretizohet në fushën e mbrojtjes kibernetike dhe në fushën e zhvillimeve dhe transferimeve të ndryshme teknologjike për të cilat ka nevojë industria jonë ushtarake. Kjo kompani gjithashtu ka një eksperiencë shumë të gjatë në prodhimet ushtarake, është cilësore dhe ka furnizuar dhe furnizon shumë vende të NATO-s me këto prodhime. Edhe këtu, në qoftë se kjo do fillojë së shpejti, do të nxjisë aktivitetin ekonomik në fund të fundit të shtetit tonë. Marrëveshje të tjera që po vazhdojnë dhe që janë në fokus të politikës aktuale të vendit tonë janë marrëveshjet me Izraelin. Marrëveshjet me qeverinë e Izraelit kanë konkluduar në marrëveshjet me një kompani të fuqishme të prodhimit të armatimeve që është Elbit System. Është një kompani e fuqishme që furnizon jo vetëm ushtrinë e Izraelit, por që tregëton në shumë vende të botës edhe në vendet e tjera të NATO-s. Parimisht është rënë në marrëveshje kompania Kallo Jona, e cila përfaqëson një kompani një sistem të veçantë privat shtet, përfaqëson Ministrinë e Mbrojtjes dhe kanë rënë në dakord që të përfundojnë një marrëveshje për përgatitjen e sistemeve të obuzave të transportueshëm, të cilat do prodhojnë këtu dhe është një nga armët bazë të ushtrive të NATO-s. Pra, prodhimi do jetë kryesisht prodhimi për furnizimin e ushtrive të NATO-s dhe të vendeve të tjera që mund të blejnë nga ky prodhim që do përgatitet këtu. Prodhimi është modern, është i fjalës së fundit dhe gjithë teknologjia dhe makineritë do vinë nga Izraeli, instalohen dhe të fillojnë prodhimi. Në fillim do filloj përgatitja e objektit, përgatitja e specialistëve që është e domosdoshme, prodhimi në shkallë të kufizuar derisa të testohen njerëzit e linjat për prodhimin konkret dhe mendojnë që deri në vitin 2030 kjo marrëveshje do të jetë në përfundim dhe në dhënien e prodhimit të standardizuar dhe të cilësuar për ushtrit e NATO-s. Paralelisht me këtë marrëveshje me kompanitë tjera, Izraelite është rënë dakord edhe për të prodhuar një tip mortaje për gjithashtu për standarde që kërkon NATO, si dhe do të aktivizohen linjat për prodhimin e dronave. Do prodhohen dronash, një dron taktik, portativ, i mbartshëm nga një ose dy persona, Magnix e ka titullin, dhe një dron sulmi, është dron marka Tor, e cila do prodhohet edhe për Shqipëri, edhe për vendet e tjera NATO-s. I gjithë ky kompleks industrial që
përgatitet të zhvillohet dhe të vijet gradualisht në eficiencë, do t'i sjellë vendit dy leverdi kryesore. Një është leverdia ekonomike, sepse shumica e këtyre prodhimeve do shitet në vendet e tjera, dhe e dyta është forcimi i mbrojtjes së vendit, të cilët ne e kemi katandisur deri në atë farë mase sa nuk kemi asnjë fëmijë të rëndësishëm për mbrojtje. Kështu të gjitha këto mundësi do të garantojnë prodhimin edhe të armëve të ndryshme për të cilat kemi nevojë ne dhe që do të shiten, por do të synojnë edhe në prodhimin e armëve më moderne, si raketa edhe mjetet e tjera, të cilat do të prodhohen këtu. Dhe ne deri tani jemi të zhveshur në këtë drejtim. Profesor, pse pikërisht është zgjedhur ky moment për të fokusuar më shumë në prodhimin e armëve në vendin tonë, për shkak të nevojave globale, për shkak të krizës, për shkak të luftrave që janë ende aktive në disa zona, dhe pse është zgjedhur Shqipëria? Është iniciativë e qeverisë apo një kërkesë e NATO-s? NATO ka lënë pas dore prodhimin e armatimeve dhe sidomos modernizimin e ushtrimeve për shumë arsye. Situata që u rëndua në Evropë me fillimin e luftës në Ukrainë dhe me acarimet e tjera në gjirin persik dikton një tërheqje vëmendje në shkallë globale nga të gjitha qeveritë, të cilat kujtohen se duhet të marrin masa ndryshe të tjerave edhe për mbrojtje. Dhe Shqipëria, duke qenë një vend krejtësisht i zhveshur në këtë drejtim, dhe politika shqiptare filloi të interesohet për procesin e mbrojtjes në kuadrin e zhvillimeve ndërkombëtare dhe në marrëdhëniet me NATO, atëherë arrit në këtë përfundimi që ka mundësi që Shqipëria, një vend i vogël, të mund të shfrytëzojë kapacitetet njerëzore dhe bashkëpunimin me qeveritë e tjera për të ringritur këtë industri. Dhe industria do zgjidhë dy detyra, ato të mbrojtjes së vendit, furnizimit të forcave të NATO-s tona, por njëkohësisht edhe për përgatimin e këtyre prodhimeve në të gjithë vendet e NATO-s dhe të atyre vendeve që nuk janë pjesë e NATO, sepse armët shiten e qarkullojnë në gjithë tregjet botërore. Po të marrim si shembull ne komshiu ynë që është Serbia. Për vitin që kaloi ka shitur në tregun ndërkombëtar dhe kryesisht me vendet e NATO-s rreth 1.8 miliard euro armatime. Pjesa kryesore e të cilave është tërgëtuar në Ukrainë. Ndërsa për vitin 2026 parashikon që Serbia të hedhë në tregun ndërkombëtar 2 miliard euro armatime të ndryshme. Pra të gjithë vendet e shikojnë industrinë ushtarake si një pjesë të rëndësishme të ekonomisë së vendit, që siguron të ardhurat të vendit, të rëndësishme për vendin, sepse nëse ne do organizojmë prodhimin e një automatiku, që ne kishim një herë një kohë të organizuar mirë e bukur edhe me të gjithë rezervat materiale në dispozicion, sot e kemi zhveshur komplet, por kosto një automatiku në Shqipëri koston rreth 500 euro. Ndërsa në tregun evropian, kryesisht të NATO-s është 2.000 euro. Ndërsa në vendet të tjera më të larga në do varfa mund të shkojë edhe më shumë, edhe 3.000 euro. Pra, është 4 fishi i shitjes në krahasim me koston e prodhimit. Pra, ka rëndësi të jashtëzakonshme, sepse industria ushtarake në gjithë botën, gjitha kohrat, është, si të thuash, pjesë kryesore e drejtimit politik të vendit. Dhe lobët ushtarake janë ata që qoftë në heshtje, qoftë në mulim edhe në kamuflim,
drejtojnë politikën e vendeve dhe të vendeve kryesore. Mund të marrim në Amerikën e blokëve ushtarake, janë ata më të fuqishmit që komandojnë politikën e vendit. Kështu që edhe ne në Shqipëri, pavarësisht që ne praktikojmë industrinë ushtarake dhe quam vendin pa asnjë lloj mbrojtje, edhe ne duhet të marrim një angazhim që të mbrohemi vetë, të sigurojmë para për vendin tonë, njëkohësisht të bashkëpunojmë edhe në fushën e mbrojtjes me vendet e tjera. Profesor, a mund dhe kapacitetet që kanë qenë diku në kohën e komunizmit, uzina të ndryshme që kanë qenë të fjetura në kaq e kaq vite, a mund të riaktivizohen? Kujtoj këtu uzinën e Poliçanit, uzinën e Çekinit në Gramsh, a janë ata tafta me pak investime ndoshta për t'u rikthyer dinamikave të zhvillimit të dikurshëm? Ato mund të ringrihen, por kanë mësuar një dëmtim të tillë që kërkojnë shumë. Ngritja atyre uzinave është bërë gjatë të paktën 20 vjetëve. Kombinati Poliçanit arriti të kishte 5300 punëtorë në vitet 80. Dhe ai ishte ka të ndisur në atë gjendje ku aty janë, nuk e di, disa dhjetra punëtorë që kanë ngelur për të mbajtur gjallë në kohën se shumica e linjave janë shkatëruar, janë shitur për skrap, bile dhe kohët e fundit, me sa di unë, vazhdojnë procese gjyqësore për vjedhjet skandalose që janë bërë të vendeve të para. Drejtori dhe ekipi drejtuesi i kombinatit janë në procese gjyqësor për vjedhjen dhe shitjen e bronzave të cilësisë lartë, me qindra tonelata bronzë të cilësisë së veçantë është vjedhur dhe shitur. Po ashtu dhe vendet e tjera të para e ndihmëse, makineri, automate që kanë qenë aty të fjalës së fundit të marrë në atë kohë, nga Zvicra, nga Belgjika. Ato u shkatëruan të gjitha. Do thotë ndonjëri që ato impiante të prodhuara në 1980 mund të mos prodhojnë sot. Ato janë marrë atëherë me garanci për 25-30 vjet punë. Dhe natyrisht me kalimin e kohës ato do rinovoheshin. Se gjithnjë industria ushtarake është rinovuar me një plan të saktuar, duke hequr makineri e konsumuar dhe duke zëvendësuar me